Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me prodhuesit e bimëve medicinale, një sektor që e cilësoi ndër më të rëndësishmit për ekonominë natyrore të vendit. Berisha theksoi se Shqipëria është një nga vendet më të pasura në biodiversitet dhe me bimësi mjekësore me potencial të jashtëzakonshëm tregtar, por që sipas tij është lënë pas dore nga shteti. Shqipëria është ndofta për sipërfaqe kilometër katror vendi më i pasur që mund të ekzistojë në florën, në bimësinë e saj, biodiversitetin e saj. Shqipëria ka një pasuri shumë të madhe tek në bimt eterovajore, bimt mjekësore, aromatike, që kanë një treg të pashtershëm të garantuar dhe që nuk ka patur mbështetjen e duhur nga shteti. Është injoruar në një mënyrë ose në një tjetër. Kreu i Partisë Demokratike ka deklaruar se qëndrimi i opozitës është hapja e negociatave me qeverinë amerikane për vendosjen e tarifave zero në tregtinë midis dy vendeve. Ai theksoi se nëse SBA nuk pranon këtë marrëveshje reciproke, atëherë qeveria që ai synon të drejtojë me pas 11 majit do të garantojë subvencione dhe grante për bizneset shqiptare. Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për zero tarifa. Ne do i vendosim zero tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me zero tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë. Ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni.